Objektet e identifikuara pa leje ndërtimi do të regjistrohen në regjistrin komunal të ndërtimit, i cili duhet të kompletohet sipas aplikimeve të qytetarëve dhe t'i dorëzohet Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Kështu potencoi Xhelal Hoxha, drejtori i urbanizmit dhe mbrojtjes së mjedisit në Gjakovë. Komuna e Gjakovës i ka 32.000. Janë gjitha objektet cilat do të proponohen edhe herë me këtë proces. Ky është proces ku evidentohen edhe objektet që kanë leje, edhe këto pa leje, do të thonë gjitha objektet evidentohen, se ato që kanë leje do të thonë evidentohen si objekt me leje. Dhe këto tjerë që s'kan atëherë evidentohen si objekte të cilat hinë në regjistrin e ndërtimit pa leje, që do ta marrin në përfundim të procesit një certifikat të lejes legalizimit, ose do të shkojnë në listë të rënimit që do të rënohen nëse pengojnë infrastrukturën urbanistike të qytetit, komunës së përgjithësi. Të gjithë banorët e komunës së Gjakovës në gjithë territorin e komunës, zonën rurale dhe urbane, fshat dhe qytet, që kanë ndërtuar objekte pa leje deri më 30 gusht të vitit 2013, duhet të paraqiten në qendrën informative në komunën e Gjakovës çdo ditë pune, ku do të plotësojnë formularin me të dhënat rreth objektit që duhet të legalizojnë. Ligji për trajtimin e ndërtimit pa leje nuk pretendon që të zgjidhë çështjet pronësore juridike të cilat kanë bëjnë me objekte të cilat janë ndërtuar pa një certifikat lejes së ndërtimit për këtë periudhë. Ajo ligji tenton që këto objekte si çfarë janë, domethënë ti identifikoj dhe ti bëj, domethënë ti zyrtarizoj, ti bëj objekte zyrtare nëse ato e plotësojnë kushtet në aspektin teknik, domethënë sa i përket çështjeve teknike. Ndërsa çështjet pronësore juridike vazhdojnë me procedura, domethënë tjera gjyqësore. Të gjitha objektet që nuk kanë leje ndërtimi dhe që nuk regjistrohen në regjistrin komunal do t'i nënshtrohen procedurave të rënimit.